Një 26 vjeçar shqiptar është arrestuar si autori dyshuar I vrasjes së vëllezërve Florence dhe Glevis Tola në datën 15 janar në Rotterdam të Hollandës, ku u plagos edhe shtetasi Sergio Piku. Mediat e këtij vendi bojnë të ditur se pas ditën e shenjtës, gjykata e Rotterdamit ka dhënë masën e arrestit me burg për 26 vjeçarin shqiptar, identiteti I cilit nuk është bërë I ditur për momentin. Megjithatë, mediat holandeze kanë dhënë disa detaje të tjera lidhur me personin e arrestuar, si vrasësi I mundshëm I dy vëllezërve Tola nga Elbasani. I riu shqiptar I arrestuar është personi që u gjendi plagosur pas ditën e 15 janarit në Kastelvek të Rotterdamit, afër vendngjarjes ku ishin gjetur të vdekur dy vëllezërit Florence dhe Glevis Tola. Mediat holandeze sqarojnë se në fillim I riu I plagosur u konsiderua objektiv I këtij sulmi kriminal, por të njëjtën ai u thirr në gjykatë, ku tashmë është kthyer në një të dyshuar potencial për vrasjen e dy vëllezërve. Pavarësisht se emri nuk është publikuar nga mediat, të dhënat tregojnë se I dyshuar për ngjarjen e rëndë mund të jetë Sergio Piku nga Elbasani. Krimi dyshohet se erdhi pas prishjes së mundshme të pazareve të drogës.